Pirja e pak cigareve nuk të dëmton. Është e gabuar, është një mit, totalisht. Pirja e cigareve të dëmton, e një cigare të dëmton po ashtu. Nuk është një të dëmë si njëri që pi 3 paketa cigare, por është një dëmtim thelbësor, sepse së pari është krijimi i një zakoni, dhe së dyti është krijimi i varësisë, dhe së dyti është një dëm. Ne çdo ditë jemi të dëmtuar për shkak të gjitha ndryshimeve që po na ndodhin në cilësinë e ajrit, mënyrën si përballojmë jetën dhe çdo gjë. Kështu që ky do ishte një dëm akoma më i madh. Kështu që është një mit totalisht. Nëse bëj sport, duhani nuk më dëmton shumë. Duhanpirësit nuk bëjnë sport. Zakonisht, shumë e vështirë që një duhanpirës të bëjë sport. Kjo për shkak të pamundësisë ose vështirësive të frymarrjes. Vështirësia e frymarrjes tek një duhanpirës që tenton të bëjë një sport është shumë e vështirë. Kështu që duhanpirësit nuk bëjnë sporte. Sidomos duhanpirësit në nivele më të mëdha, por dhe duhanpirësit e 1-2 cigareve e kanë më të vështirë të bëjnë sport. Sporti jo domosdoshmërisht e heq dëmin e cigares. Sporti sigurisht ka nevojë për një jetë më të shëndetshme, dhe unë mendoj që një person që bën sport ose zgjedh të bëjë sportin dhe largohet nga zakonet e pashëndetshme, sepse shikon ato kënaqësinë që t'jep zhvillimi i një sporti, ose zgjedh të vazhdojë ke pjesa e cigares dhe të lejë sportin. Domethënë duhet zgjedhje midis të dyjave. Tymi pasiv nuk është aq i rrezikshëm? Sa tymi aktiv, po. Nuk është aq i rrezikshëm sa tymi aktiv, por tymi pasiv është shumë i rrezikshëm. Duhanpirësit, ne njerëzit që bëjmë ose bashkëndojmë aktivitetet me njerëz që pinë cigare në mënyrë aktive, jemi po ashtu shumë të dëmtuar, sepse duhanpirja pasive është një problematikë shumë e madhe që është sot në diskutimet më të mëdha. Ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur për eliminimin e cigares në ambientet e mbyllura ka qenë pikërisht bazuar në studime që janë bërë për dëmet që kanë shkaktuar tek njerëzit, pra tek duhanpirësit pasiv, kështu që po, definitivisht duhanpirja pasive është një nga problemet më të mëdha që shoqëritë sot jetojnë, sepse ky është një vendim që unë nuk e kam marrë me dëshirën time, pra unë jam e detyruar të jetoj ose të punoj me dikë që e bën këtë gjë, kështu që ky nuk është një vendim i imi personal ose një përgjegjësi e imja mbi trupin tim, pra unë jam detyruar të bashkëndoj aktivitetet me dikë që e bën këtë gjë, kështu që është goxha e dëmshme. Nuk mund të them që është baras e dëmshme, por është shumë e dëmshme. Lënia e duhanit sjell përfitime të menjëhershme. Jo mbas 24 orësh, mbas 24 orësh përfitimet janë minimale. Ti shikon vërtet një lloj ndryshimi, por nuk shikon një ndryshim madhor, por sjell ndryshime, nëse më njëherë quhet për 3 javë, po fillon të shikosh ndryshimet për 3 javë. Ta thash sigurisht që nuk bëhet fjalë këtu, nuk përfshi pacientët që kanë shumë vite, kanë pirë sasira shumë të mëdha, është e vështirë për ata që të arrijnë të shikojnë ndryshim, ta përjetojnë ndryshimin. Ata e shikojnë, por ta përjetojnë është e vështirë. Nga ana mjekësore ne shikojmë ndryshimin. Kështu që krahasimi një pacienti për shembull para një viti dhe pas një viti që nuk ka pirë cigare janë të dallueshme dhe signifikative dhe nga ana e mjekut dhe nga ana e pacientit. Por do kohë të durim. E qartë. Ne jemi në fund të intervistës tashmë dhe do doja nga ju t'ju jepni një mesazh të gjithë duhanpirësve konkretisht, se si ata të lënë duhanin dhe të kujdesen për veten, ndoshta. Unë do të bëja një thirrje së pari instancave pak më të larta në nivelin e edukimit. Unë mendoj që edukimi është shumë i rëndësishëm dhe në nivelin e edukimit kjo është një alarm shumë i madh, një këmban shumë e madhe që po zhvillohet dhe në vende edhe më të zhvilluara. Është një këmban e madhe që fillon që në para adoleshencë ky edukim, pra është edukim madhor, dhe në zhvillimet e marrëdhënieve interpersonale midis mësuesve, psikologëve dhe prindërve që janë faktor themelor për të krijuar një shoqëri më të shëndetshme. Pra janë zakone që ne duhet të fillojmë t'i edukojmë. Së dyti, për një person që është tashmë në këtë rrugë, unë mendoj që ky në momentin që ta shikoj këtë podcast duhet të marrë një masë urgjente që ta lejë cigaren. Do shikoj shumë përfitime, këtë e them me siguri, dhe do lehtësoj shumë organet e tij të brendshme. Mos harrojmë që ne nuk jemi në këtë shoqëri thjesht për të ekzistuar. Ne kemi përgjegjësi individuale që janë përgjegjësi mbi trupin ton, kemi edhe përgjegjësi sociale që janë përgjegjësi që ne kemi mbi shoqërinë. Kështu që marr parasysh që do dy përgjegjësi duhet i çojmë ashtu siç duhet në vend, mendoj që kjo thirrje ose kjo këmban është shumë e rëndësishme për t'i bërë një nder shumë të madh trupit tyre, mushkërive, zemrës, trurit, për të arritur nivelin
e pjekurisë totale të organeve në mënyrë sa më të mirë dhe më të shëndetshme të mundshme, por dhe për të bërë një të mirë shoqërisë. Siç e thash edhe përmenda, urbanizimi sot, industrializimi, mënyra se cilësia e ajrit që ne thithim, cilën nuk bëjmë dot kompromise me të, fatkeqësisht na detyron ose na jep një shtysë akoma më të madhe që të mos ta dëmtojmë më shumë se sa e kemi tashmë prezent të përditshmërisë tonë, trupin tonë. Kështu që është një thirrje dhe një këmbë shumë e madhe për gjithë personat që janë duhanpirës për të shpëtuar mushkëritë, zemrën, trurin dhe të gjitha organet dhe organizmin në tyre, sepse ata vetë e kanë dorë. Duket se kur nuk e kanë në dorë, po e kanë në dorë. Shumë faleminderit Desli, ishte kënaqësi për gjithë informacionet dhe këshillat që ndat në ndjekësit Faleminderit juve, faleminderit të gjithëve. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.